Autoriteti portuar Durrës bën të ditur se mbi 2 milion ton mallara janë përpunuar në portin e Durrësit gjatë 6 muajve të parë të vitit 2026, duke konfirmuar rritjen e aktivitetit tregtar në portin më të madh të vendit. Sipas të dhënave, në periudhën janar-qershor janë përpunuar gjithsej 2.057.526 ton mallara, ose 7.2% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Nga volumi i përgjithshëm, 1.430.236 ton i përkasin importave. Ndërkohë, eksportet kanë shënuar rritje duke arritur në 627.290 ton, ose 39% më shumë se në 6 muajorën e parë të vitit 2025. Në terminalin e kontejnerëve u përpunua 1.085.258 ton mallara të kontejnerizuara, me një rritje prej 32.5% në raport me të njëjtën periudhë të vitit 2025. Brenda këtij segmenti, importet u rritën me 20%, ndërsa eksportet me 70%. Për sa i përket përpunimit të kontejnerëve, gjatë 6 muajorit u përpunuan 132.939 TU, nga të cilat 67.530 TU importe dhe 65.399 TU eksporte. Ky tregues paraqet një rritje për 28% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Në terminalin e tragjeteve, gjatë 6 muajorit të parë të vitit u realizuan 448 lundrime, përmes të cilave u përpunuan 236.683 pasagjerë dhe 102.313 mjete. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025, këta tregues shënuan një ulje për rreth 2%. Të dhënat tregojnë një rritje të vazhdueshme të volumit të mallarave që kalojnë përmes portit të Durrësit, duke forcuar rolin e tij si nyja kryesore e transportit detar dhe shkëmbimeve tregtare të Shqipërisë. Rritja e volumit të mallarave që hynë dhe dalin nga vendi përmes portit të Durrësit reflekton intensifikimin e shkëmbimeve tregtare dhe kërkesën në rritje për transportin detar. Porti i Durrësit mbetet pika më e rëndësishme hyrëse dhe dalëse për mallarat në Shqipëri, duke përballuar pjesën ndërmuese të trafikut detar të vendit.